por se akuzohet René Rexhepi. Për këtë temë bisedojmë sot. 20 vite më përpara, kur ai ka qenë në Shqipëri, ka dhënë edhe një intervistë ekskluzive për Vision Plus. Disa pasazhe të kësaj interviste ne do t'i rikthejmë tani për shikuesit tanë. I shohim. If you're not willing to work very hard, then just forget about it. Nothing is gonna, in our industry, and I think probably in any industry, nothing will come to you without you being the one that worked the hardest. It's expensive. Of course, we have 40 seats and we're 82 staff. And I mean, relative to Scandinavian household, relativisht me restorantet e Skandinavi, it's expensive, but not very expensive. Është shtrenjtë, po jo dhe shumë e shtrenjtë. The average for a full meal, wines, everything, me verat, me ushqimet, that is around 2,000 kronas, which is 275, 80, 200 euros, 250 euros, 250 euros. Që i bjerë 250 euro për person. Jeni 34 vjeç, çdo bëni 50 vjet e tjera të jetës. The same, but much better. Por shumë më mirë. Do të vjoj të bëj të njëjtën gjë, por shumë më mirë. Siç edhe ka bërë. Siç edhe ka bërë. Ndër këto vite. Dua të rikthejmë në vëmendje edhe një herë Hell's Kitchen, e cila është thyer në një spektakël që e duan pafund. A është vërtet ai tension në kuzhinë apo u kthye në mod, sepse ashtu ndodh në një spektakël? Spektakli është spektakël. Po pse mos o të flas Arvi? Spektakli është spektakël. Dhe dojnë çik për efektin televiziv, ne dimë që duan të glindën atë tensionin, atë ofezën, atë reagimin si të dojë ose për uljen që do këtë tjetri. Shefi në ato momente paralelisht me udhëzimin të jep edhe thyrin e hundës duke treguar një rang hierarkie e cila duhet jetë dhe duhet respektohet. Do me thënë qofse ty të dalin pupla dhe fluturon kot pak më lartë, ti pret krah dhe të ullë në vendin e caktuar dhe të duhur. Hell's Kitchen i pastaj është diçka tjetër sepse siç edhe vetë emri është një ferr në kuzhinë. Edhe pastaj në momentin që ndodhin gjithë këto gjëra nuk është vetëm zjarri në kuzhinë ose pikantet e kuzhinës. Është vetë tensioni i cili tensioni më të madh milës mund ta kenë edhe pastiçierët që s'para përdorin shumë zjarr ose kuzhina e ftohtë. E kuptuam. Sa u dëmtua René Rexhepi nga gjithë kjo situatë dhe si e parashikon të ardhmen? Tashi, Renea si figurë është dëmtuar shumë, si pas mendimin tim, ndërkohë që vepra e tij fare. Dhe çfarë dua të them me këtë? Dhe veprimi që bëri tani Renea që u tërhoq sepse është një veprim i zgjuar politik dhe normalisht dhe dukshëm Renea shumë person i zgjuar. Mendoj që vepra që ai ka lënë dhe historia që ai ka lënë, siç kisha, prandaj dhe unë mua pëlqen shumë këta njerëzit që jo këta që fitojnë ose mbasin, më pëlqen këta që ndryshojnë lojën. Renea është një ndër ta që ka ndryshuar lojën dhe ka vendosur standarde të reja, i ka dhënë ndriçim shumë kulinarisë. Më saktë Sofo prishi standardet, theu standardet për i vendosur standardet që theu boundaries pikërisht. Ishte një ndrim gjenerate. Dhe i ka dhënë dhe, domethënë, është para Gordon Ramsay apo jo? Është më me shkëlqim në fazën e bërjes të punës dhe jo showut. Pikërisht, domethënë është, shiko, kush nuk do që industria e vetë, se ne nuk kemi pra ne jemi një industri që shërbejmë njerëzit, është e vështirë si industri, po kush nuk do nga ne që të ketë këto kamerat mbi të ketë opinionin publik mbi të, na shërben për mirë, se ne publikut i referojmë, e kuptojmë, pavarësisht se jemi në scales më të vogla. Kështu që Renea i ka dhënë vëmendjen e dur dhe merituar kulinaris, edhe profesionit të shefit të kuzhinës, pastry chef, sous chef, all the chefs. Pra, nuk është dëmtuar vepra e tij, ajo që René Rexhepi ka bërë, por është dëmtuar emri i tij. Nuk ka se si dëmtojë vepra e tij. Nuk ka se si dëmtojë vepra e tij. Renes. Jo, René Rexhepi, duam ne, është ndër personat momentalisht edhe ka qenë të paktën për këto 20-30 vitet e fundit më me influencë në gastronominë botërore. Dhe po të hulumtosh është ndër 5 emrat me të drejtë nga ata që janë më
po të lumtosh personat më me ndikim në historinë e kulinarisë botërore, historikisht. Si që janë Len Ducasse, si që janë Marc Veyrat, Joël Rebuchon, është edhe vetë Renea. Renea ndryshoi konceptualisht atë që ne i themi standardin e restorantit për të marrë një yll. Mirë, këtë ja njohin të gjithë, por në këtë pikë ku është, si do të jetë e ardhmja e tij? Sepse unë të ardhmja e tij nuk mund ta di, sepse kishim një person i cili uli nga froni Renea, ne kujtoam gjithë se u shujt ylli atij personi, nuk i shndriu më, që ishte Adria Ferran. Adria Ferran lulëzoi në një fazë tjetër, duke të rrequr fizikisht nga kuzhina, por emri i tij funksionon si katenë, si zinxhir në restorante në të gjithë botën. E njëjta gjë edhe me Renen. Kultura e tij mbi gastronominë inovative skandinave bëri vëmendjen e gjithë publikut mbar botëror të kthej syt vëmendjen për qëndrimin ke një kuzhinë eksperimentale me bazë skandinavie, cilën ne deri para 15 vjetësh as nuk e dinim që ekzistonte. Ata se kanë pas apo jo? Ata e kanë pasur, e kanë pasur ato të shtëpisë. Është ashtu Sofo. Është ashtu Sofo, si të njëjtën gjë. Domethënë imagjinoni sa ndikim ka pas. Të njëjtën gjë copy paste ka bër vet Peruja, duke kopjuar Renen dhe duke kthyer me shefat, me investime shumë të mëdha që Rene ka bërë investime fare të vogla dhe personale, duke kthyer gjitha për veten e vet, të ardhurat, po dhe sigurisht dhe për gjithë Skandinavin, e ka bërë Peruja. Në Peru, tash kuzhina peruane është nga eksperimentalet tradicionale më të mira në botë. Të njëjtën gjë bëri Renea. Domethënë është një libër i cili i dha dritë vegim, orientim plot njerëzve të tjerë. Sofo, më trego pak si e ke patur eksperiencën dhe si e ke shijuar eksperiencën te Noma, si e ke njohur Rene Redzepi personalisht. Shiko, me Renen shumë pak fjalë ndëruam, po që ne na bëri një tur në shtator, ishim të ftuar në Kopenhagen për një guest shift, i themi ne, pra që vajtëm në një bar dhe shërbyem edhe performuam mikpritjen tonë shqiptare dhe bëm dhe një seminar. Ditën e nesme që ishim off, ta kishin organizuar që të na bëni një tur te Noma, po jo për të degustuar, thjesht tur funksionimi dhe mentaliteti të Nomës. Turin na bëri Nasufi, në cili është kushuri, xhaxhai Renes, diçka e tillë. Ajo gjë që mua më ka rënqetur mishin dhe jam ndjerë si asnjëherë në jetën time është që unë isha në mes të Nomës dhe rreth me jeshin ata 30-40 veta që ishtë duke bërë përgatitje, se ishte momentin mbylljes, dhe kisha një person që më shpjegonte gjithë konceptin e Nomës, pra nga fillimi në fund, se si ata veprojnë, se si është konceptuar në Shqip, dhe në Shqip e shumë të pastër. Dhe mua kjo kam dashur, do me thënë dhe këtë kam dashur edhe ta postoj, demonstroj, të them njerëzve, dhe thjesht këto ditë e ndjeva, do me thënë, e ndjeva si detyrim si Sofo shqiptari, që ta përcilja këtë ndjesi të qenurit në Noma dhe të shpjegojë dhe të flitet Shqip. Dhe e përmbetur ky përjetim në statusin që ti ke bërë në mbështetje të Rene Redzepit. Unë do doja që tani të shohim të veprës së Rene Redzepit, patjetër. Do të shohim tani momentin e tij të dorëheqjes, kur është përballë stafit. E shohim. I'm sorry everyone is in this situation. I really, really am. I don't think this represents our team. I am so proud of where we are as an organization. It's just, we're in the belly of the beast here. In order to make sure that you guys are 100% feeling safe, I'm going to step away. Okay? And we will be announcing that soon. But running of this restaurant, for now, will sit on you guys, okay? And I really, 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 really hope with every fiber of my body that you'll fight for it. I'm not running away from any responsibility on how I have been. I am not. I know how I've been. Many of you have been here long enough to have experienced how we've gone through this change. So I need you to step up and fight, please. We win guests over one by one. And that will do it. Long term, that will do it. The guests sitting here, the guests sitting there, feel free to open up and say what you want to say. You'll see me around
but not in the way you've seen me around for the past 23 years. You guys are running the show now. You understand? This is your restaurant now, each and every one of you. For me, I'm going into planning the next phase. Okay? I'll do this one. Let's have a good service! Do të planifikoj fazën tjetër. Le chapeau, thënë francezët. Komenti fundit jemi në... Iqi kapelen. Ishtë komenti fundit. Iqi kapelen për gjithë shka. Nuk u eliminua, nuk u skualifikuar, nuk u përjashtua, u vetë ofruat hiki. Por duke lënë aureolën e vetë aty, kuptohet që pa ndikimin, pa emrin, askushi aty brenda është askushi. Por ai askush, duke u mbledhur gjithë bashkë, i bën ata gjithkush. Këto gjykimet e shpejta së fundmi ja bërë çik të modës, që ne thjesht nga disa thënje të disa personave ne fillojmë edhe gjykojmë dhe përgjithësi kam parë dhe së fundmi në rrjetet sociale kjo që po ndodh këy, pra të gjithë ata që prisnin 2 vjet e gjys 3 për të shkuar për të drekuar ose drekuar të noma, tani janë kthyer kundër Renes. Edhe njerë, nuk e di që ka bërë ne, unë thashe që parë që jam kundër të thyesh dhe thyesh personalitetin tjetrit, por që s'më pëlqen kjo që po ndodh, sigurisht, ose të paktën dukshëm ka diçka nga mbrapa, unë si Sofo besoj shumë të vepra që ka bërë Neja, më pëlqen shumë lojtarët që ndryshojnë lojën, që evoluojnë lojën, dhe të të bëj dhe një paralelizëm kështu bastard fare, ai Skënderbeu që ne kemi ero kombëtar dhe kemi kalën aty të sheshi, nuk e dim si sjell ushtarëve të vet, por ama sy të kishte nga perëndimi dhe na ka mbrojtur ndaj turqëve. Ajo që na mbetet të bëjmë është të presim hapin e radhës të René Rexhepit. Faleminderit shumë për prezencën dhe për fjalët tuaja. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak në pjesën tjetër. Faleminderit.